Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasditën në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. E këtë pasdite kam nderin ta kem sot në studio personazhin më të folur kohët fundit media sociale dhe aktoren goxha talentuar Ardita Lala këtu në studio me tregu gjithë rrugtimin e saj jetësor. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Faleminderit që ke gjetë kohë të Patjetër. Me pas një emision për ju si personazh. Po pse jo? Unë spritoj në emisione me shku, sidomos njerëz që më pëlqejnë, se në start i vrej energjinë e njerëzve, kështu që si t'ju shoh të buzëqeshur pranoj. Se ka arrit këtë veti? Vrehet njeri, vrehet. Po besoj edhe ju si tip jeni ka shumë ka energjia dhe e shihni mënyrë ose që si qohë. Nështë edhe jeta që që jetoj edhe jashtë dhe kom shëtit shumë, shëtiti tankon, kom qef me dalë shumë, me njoftu njerëz ndryshëm. Nështë edhe që ajo ka bo spedi. Po, pra shihni persona ndryshëm, temperamentet ndryshme, do me thonë personalitetet ndryshme, të cilat në situata ndryshme reagojnë, edhe kështu i keni lexu kështu fiks. Se dikush nuk e vren ka njerë vetën, hajtë me marrë një shembull, të shet diçka mirë edhe habitet e vren që një farinati, diçka e vren, apo kupton, po ka dikush që nështë nuk vrehet, por në ndërkohë mund është me vrejt atë sen. E kështu që... A mendoni që të vajzat ekziston kjo xhelozi, ndoshta, mi thonë? Po, të vajzat shqiptare, kosovare, normal për këtu folje, se jashtë janë ma ndryshe femrat. Janë ma open-minded, ma të buzëqeshne, ma drejt për drejta, nuk e kanë qatë katilizmin mrena që shë kanë do këto. Kështu që të vajzat, po, kanë nështë edhe me shku xhelozi. Po atë nuk e di, kamermanat, po në menoj që femnat, ma shumë të femnat. Këta kom cikë edhe në shumë emisione. E pse pikrisht me ndonë që, qka ka ndiku për me pas këtë... Po nështë ta femnat, adin qyshe, kanë jetën pasive. Jënë menaj familje që kanë tradita tjera, ose... burit të në si lejon, ose familja, veden edhe tash lakmojnë, ato s'mujnë në fakt me mrisi kur dikush tjetër. Po, sepse para gjykime në fakt në shoqërinë tonë, tashmë janë heq ato tabu që e kemi pas, por në besim pak a shumë... Halo, janë, edhe pse do s'nani janë të mira, se jo gjithëherë këshillat që i merë prej njerëzve të afërt, janë gabim, apo kuptan. Po, prej njerëzve që si ki të afërt, ata mujnë me pas edhe prapa vija tjera. Po pse janë ma te për femna xheloza, është këtë që ke pasiviteti, nuk jenë të kënaqura me vetën, nuk kanë vetë besim, edhe kjo i ban me qenë xheloze, që kështu nuk... Në fakt është me pas xhelozi, se pa xhelozi pak nuk është interesant, po një xhelozi për me... më rrisë si ai person. Po, një xhelozi të mirë. Të mirë, apo kuptan. Unë kërëm kone vogël, nështë tam ka pëlqy dikush, këmë thonë këmë u bo si që ajo. Pezo, në Hollywood dikush. Pikrisht pasi e ceke fëmirin, cilë është momenti më i mirë që të kujtohet, dhe me nga të regu pak për fëmirin tonë. Që është dulë tema. Po, unë e kom pas një fëmiri shumë të mirë, faleminderit prej 2 prindve shumë të mirë. Babi ka punu, ka qenë ma i angazhum, po në aspekte tjera me nga këshillu, mos mu vënu, u kujdes për neve, u konë gjithmonë afër neve, po mami non-stop. Në gjitha aspekt, dash për me të shkolla marrë ma tepër, për gjithë stan mami ne kom përkraje shumë të madhe, si për në fakultet të arteve, kur jam regjistru, si për gjithë stan. Thjesht është psikologe, profesionin se ka, por është vetë. Që të sëna, jam e një fjallë, shumë herë bile ma bëjki një shoh që i vetë prind për gjithë shka. Ti dush me vendos vetë, unë i thomë, duna me vendos vetë, po prind, kom qek një vendim për prindve, se kur ta dënë të mirën ma shumë se prindi që të ka rritë, se ka prind që si rritin fëmijët edhe, apo kuptan, i lojnë. Po prind e mi, gjatë procesit rritjes tem, jënë kujdes për mu, kështu që unë e du këshilla prej prej mamit edhe babit, një fëmiri tepër të mirë, sportiste,
hiperaktive. Pra një tip ma i gjallë. Po, shumë tip i gjallë, mandena në moshën 12-13 vjetë më thirën për modele, po kur shkova aty janë nesën me dashni mi hek vetlat, e me mbo kënë ndryshe prej vetës edhe prind s'pranun edhe ndërprejta, nuk shkova. Po. Mandena qështu fillova me... A ke mendu ndë njëherë që të shta qka nëse kisha vazhdu atëherë, që nga ajo mosh? Shumë ma mirë se kom vazhdu se 12 vjetë, që ako me po prej sasaj koha, po këpëton rrit nga bëllë, heki vetlat bëllë. Kështu që i thëmë ka njerë, do të mi ndëgju prind, se edhe ata, nuk ta dojnë të keqen ata, edhe babi ma pa ndërprim, fakt, edhe kom dëgju. Po. Kështu që shumë ma mirë, ma ndina me një film kom marrë pjesë, filmi parë, Kosova, që shtu në shkollë më kanë thirë, edhe s'kom qenë hala aktore, po fillova me modelizëm, dikon moshën 15-16, ma ndë edhe fillova me punu, apo kupton jo me najtë, se jam person që s'kom qef me najtë një ven. Momentin që i të ri një ven, unë e thëmë, shkaj e ta u plaka, qa u bukshtë, do të me punu, me mundu me arritë. Edhe që shtë? Po, në qëfëse dërta ishe këthy në atë kohë, kështë taku vetën 15 vjeqore, duke luajtër një film. Qëka i kështë thonë, sepse gjithë një karrierë tërë, dërta qëka kështë mësu, qëka i shkundi mësash, qëka kështë thonë vetës thonë dhe në atë moshë? Në atë moshë. Jëmë kom person pak ma i papërkushtum. Ma kom pritu, menjën e madhe, të mos prekën tokë, i shot ashtë shumë femna që s'kan kur gjohë edhe menjën për pjetë, ka dalë breshkel për toke. Fakt edhe one, nështë ta që ashtu jem konë, jo me lavdu vetën, po e gjatë, e mirë, nuk jem konë, adin kom ranë sy, po së shdesht me majtë të nga të shëndrema ashtu, po për shambull kërë më kanë fëtu një film, ma shumë u përkushtu, ma tepër me konë ma e vendost. Unë në fakt e bëjsha një punë e lejsha, që shto, jo stabile shumë, kështu që vetën e kësha këshilu, po dhe shumë femna tjera fillon e një punë, po kur të fillon e përfundone, mami më thejke, ti po pianist di shkafit edhe pelem, përfundo dheri në fund. Mandina qështu, në ndërko shpreja dëshirë me shku në Londër, studime 3 vite për gjuhën angleze kom shku atje, masje kom përfundu fakultetin e arteve degën e aktrimit, edhe janë njësë atje me pa në ma ndryshë njerës, punojshin të ankohën, nuk të këshyrshin si këtu që shkëshyrin, që që kanë halani mentalitet vogël, adin që thojnë veni i vogël me një vogël, po tash kanë fillu me përparu njerës, kështu që është shumë stani mirë, se po dalin e stane, edhe atje filluam i pa njerës që punojnë, nuk mund është me najti atje pa punu, së është shumë shtrajt banesa, ushqime, edhe u bona tepër punëtore, edhe ma e vendost, ma e përkushtume. Pra atë mundë me thonë që kanë qenë hapat e tu njërë profesionale me gjithë përkushtime në të? Po, kështu që këtë të kësha sugjeru, bëne një sfit ma të fështirë njëtë, për me arrit diçka ma shumë. Pa e provu që atë fështirën, problem. Nuk e dinë që këto tirat kanë qenë të leta? Po. Tani e shë sa let e ke pas me shumë stane, edhe unë e vetë jëmë tip që kom qef mi sfidu vetën. Po. Dishka ma të fështirë me bo që kur të është një stanë ma i letë, se bëj... Dhe vërtet e gudzëm shumë, është ku vetë një tjetër vend, vetë mu balafashu, është mundu me thonë që ka qenë një tranzicion i fështirë, sepse do të mu përgaditë edhe mentalisht. Po. Edhe në fakt jëmë rujtë edhe në shumë aspekte, se kur jeni vajzë e re, mirë, në shkollë, më nëshme gabu, po në e kom zgjedhë me punu me ndjerës, apo kupton? Me ndjerës, me punu, me kry shkollën, mi bu krejt vetë. Ka ndodhë me vetë nështë anë rrugë me shoqën temë, në Londër, një natë kemi me vetë në rrugë, për shkak që ku kemi banu të një banesë, me qira, fillimi i jetës tem atje, alo studente isha, alo pa letra, edhe i kena shku me banu me një banes të shtetit të një gru, a pëden? Edhe asaj amurën banesën e mshelën, edhe na metëm jashtë, na zdishim kur gjo, me kofira në për Londër. Të isha, asa interesant, po nuk u dëshprojsha, po të isha sa mirë, ka ma keq, ka ma zdër. Edhe na kena ujtë me shku dikon, me na strehuna i kosh.
a veden, por na, ta më femna, a veden, vetë mi bo krejt edhe me duru, mundu mi bo senet vetë, pi zerës. Edhe ma ndina shkum të një shoqe, fatmirësisht shoqni sa dush, shoqe shumë e mirë, po du me thonë që së më ka ndodhë mu me me të ashtu në rrugë, senet, këtë vlefsh, me qaj kom pas, mrena me qërë, që kanë pëshela, saj pëse ka lëshu banor, ajo u shku se diku dikon, edhe na me të në senet aty mrena. E vakat kam betë kështu? Jo, i kom marë, po kur kom shku mi marë senet, krejt atu me firmë, që i kom pas, asë njës i kom pas. Po, që shto jeta, do me thonë, nuk e ki gjithmonë lulle, perfekte. Vina shku me banu, su kom fa, jo, na studente, neve na u ka dasht një hapsir, dishka një dhomaste. E po du me thonë që i kom kalu në për shumë peripeti njët, që më kam bërë shumë të fort. Do me thonë, ndryshimi jam prej një aktorës, modelës Kosovë, me një vend këtë tjetër, që s'kom ditë halas me folë mirë, po, më kam pritë shumë mirë, tepër, më kam vlerësu, që unë jem aktore, më kam vlerësu, edhe atje nuk të lojnë për shambull, kër e shojnë që i kini talent, ose po dhe në folë në shkollë, sa isha anglisht, ata nuk të lojnë që atë level, të shojnë manalt. Atje është një mirë që i përkrahin të rritë, i ngriten, jo milion, do me thonë, të na, dikush më rinë qash në altë që si të shojnë mënor me shkel, e kundër ta është atje. Kështu që, pavarësisht që kom dru venin, është shumë e vështirë, se është ma vetëmi, ma ndryshe si Kipren, po ajo më ka ndimu shumë, më bo që kësot që jam, ma ndina edhe kur kom kriju familje, edhe ma fort. Ajo krejt një sfit tjetër në vete? Ndryshme. Sfida ndryshme edhe... Shtatzane, kur kom e djallin e parë, kom qenë Kosovë, ma ndi kom shku kom lindë, u ensha, mes dy shtetëv, edhe mami edhe motra së më kanë tregu kur gja, qysh është procedura, krejtat. Edhe une isha me një anglize, shoqja jam, më kënë ofër me e non-stop. Po une me mami, pëse së më keni kalzu që është shto, pëse së më keni kalzu që është shto, une vetë, midis Londrës, ma vi keni shoqe, kesh, se s'pëjde që... Se dhe në alo që ka me ndodhë. Po, shumë mirë, shumë e fort, zotit a shoni fort, edhe jam shumë falenderuse. O tojnë që largot, krejt ajo dhimbja, të këtim të largot momentin e të në ofër, po, lindje me parë ma fështirë, se u konë hera parë, tani momenti, kur i lindë fëmit e tu, është përkushtim shumë i madhë, apo kuptan, ti dush pra fëmi më kujdes, 4-5 herë natën ka me të shu. Ndronë fokusit totalisht. Më nështë me flaj, tani aste, do të, kur vendos me kriju familje, do është me menu 2 herë, se jo veç me bo fëmin edhe me lonë që aty. Sa ajo është fëmi, ajo do të me rrit dikosh. Kështu që i kom pas sfida ndryshme, po jam falenderuse nga Zote që kom mësua dhe shumë sene. Jo, sinon me të vërtet shumë e përkushtu, me shumë dashnirët një fëmit, edhe po besoj, e keni marrë modelin nga prende ju? Po, shumë e vërtet. Une, babi u konë këngëtar, në atë ku, për para. Mami u konë qështu, gjithmonë ka pas imaginat për art, për edhe u konë, u vesh shumë bukur, kreative. Edhe normal, gjyshin, e kom pas juris diplomum, gjyshja, jënë konë, rrjedhë, kjo normal është prej rojës, ka njëherë edhe familja. Po, pikërisht, familja është taj... Po, për krajën e kom pas ma tepër prej nanës. Më ka për krajën qëta aspekt. Po. Se babi ka njerë s'kuptoj ke, unë e kisha gjirime një shtet tjetër. U dufke mu qu kur lindjele me gjiru. Edhe, ku ju thoi shana halashut, jam të gjiru. Mës shka për lodhësh, për rinatën, mëra aktrim është kjo i thëjsha. është një punë para. Po, edhe që ato pa ta vendos me pauzu një 10 vjetë, kryova familje, se kur të në aktrim të nuk mund është tani me ju përkushtu fëmive familjes. Edhe patalon për një kokën pauzu. Se tu ka duka e pauzë ljarë artit? Pauza, i vim pak njerit, po... Krejtë femna vi kësha thonë, mësë ndryshone, masit të martohene.
Mos të harëni prej nga veni, kush një nikon ma herët, e me ndryshu krejt total. E tani, janë isin qëto kompleksët, qyre këto, këtyre ato, gjelozia, sene, po vazhdoni me atë tempon e juj, si gru, si non, po mos të bëni pasive. Thjesht nuk unë isha vetvetja, me që ndryshim si më kon vetvetja. Po, kemi rastë shumë tilla që ndërsa do të më përshtohet femra e ka atë një detyrim, një kompromis që do të më bu më përshtohet sepse shkon në familje të krejt tjetër, kanë adete tjera, kanë... Duhet me paraprakisht, para se me shku vendos. Apo të përshtatën, ajo e din që janë kur s'ka faj. Ti për shembull kur martohesh, e din kush është ajo familje. Tani kur shkoj shkrit ndryshe, jo, ti ke pranu vetë. Edhe shumë herini do gra, një dy i fajsojnë vjerrit, motrat e burit, ase, ato e kanë jetën e vetë, ato e kanë mënyrën e jetës të vetë, ti nuk mund është me ndryshu. Ose me imponu ndërsa mënyrën se se te ose te printe tu e kjetën katastrofë, e kur shkën të burri, mu bo aty kapiten, polic, ose me bo qka dënë ti, apo kupton? Nuk mundesh. Nëse dëna ashtu, bon e shpinë tone dhe din shpitone. Ama nuk bon mi fajsu që ju kam faj vjerrat. Është një luft, kështë gjithmonë ka qenë ashtë të shuaj. Mentalitetin e vetë, apo kupton? E kanë qatë formë tjetës. S'polqen, s'nihësh mirë, largojo. Kaq. Mentalitetet ndryshojnë, sepse sidomos, do më thonë, është një dallim shumë vjeçor, në gjenerat tjetër, është taj konflikti mes gjeneratave, sepse do shta edhe unë tash me një nxënës të shkollës masme, nuk e kemi mentalitetin e njëjtë, do shta e kemi një bindje tjetër për diçka se si do të funksionaj. Qashtu është mentaliteti ka ndryshim, po do të mi kuptu breti që atë burë që e merë, ti kur e dënë ato, të është mja respektu edhe familjen, atë që ata ta kam po ty, a përdin, do të mi pas të konsiderat, që se së pëlqen diqka i thu me mirësi, së më pëlqen që kjo, sepse mu vetëm ka ndodhë me thonë është dikuj, pse të më kitë nervozë? Qa ki, veç ankesa, adin, me qëtësi, me butësi, a i automatikisht qëtësohet, po dush me pas komunikim e pas edhe respekt da njëni tjetëri, që se jemi një familje, do të me ditë ku e kiti venin, ku e ka vira, ku e ka buri, me a gjithë venin, se cili venin e vetës, apo kuptan edhe me mirë kuptem. Jo për shambull, valla, bo fmi lejsh aty, vjerit, apo kuptan, nuk është respekt, do të pak konsiderat. Prandaj edhe linda e lufta është të quajtur me vjera dhe nusja. Po dhe o që u bo shumë. Gjithmonë është ta më bëra ka qenë një bindje që vjera dhe nusja nuk mund me kalu mirë, por tashmë po besoj që edhe kemi filluar dhe mu përshtat me zvete. Po ndryshojnë korat, po adin që është ma e mira vjerë mu konë, ma e mira nuse mu konë, kur jemi një shpi, se cila dënë hapsirën e vetë. Kështu që unë e kësha se gjëru krejtë, se cili dhe delë shpinë e vetë, takoni me vjeri, s'kini mundësi me dalë, duroni qashtu, punoni për me bo shpinë e juvë, ose bëni diçka për me bo një zgjidhje sa matë mirë. A mundemi me pas një jetë mesatarisht, kështu me kalu mirë se cili personat shpinë, qëfse jetojnë dhe më tonë Mëlla pak bashkë problem me kur vjeri. është kalablak, kur ka shumë, është pak problem se na 5 gishta e kina ndryshe. Po me një ven jam, po ndryshe. Kështu që kur s'ka shumë hapsirë dhe ka shumë njerë, se cili ka atë stilin e vetë jetës edhe është pak problemu për shtatë, si të më skote sotit. A mundet aty me kundërshta gjithmonë një person që duron pak ma shumë? Duron pak ma shumë edhe e bën pache, po mundet, veç mu mundu me kontaktu me njëni tjetërin, kur s'ka me pas probleme. Nisu prej vetës, kur s'gaban. Momentin që t'nisësh prej vetës, të s'ki me gabu kër. Se qështë do këtë ty dikush me ta bo një samesh që të vetën, që atë pozit, asë një moment s'gaban.
Po, ndërsa kemi edhe ne ditët tona që nuk ndihemi as mirë, apo... Po, e dikujna i do kërë që ta është ki probleme to, e ti nështë as di është mirë, për që ta unë po thomë se cilit i vynë shpia e vetë, hapsira e vetë. Edhe që është kjo punë që i presin nusët mja bo vjerit shpin, edhe se mja bo vjerit shpin, atë dhe të qonë dhe të punojnë burrin, gruja, dhe t'i bojnë vetë në fakt. Na shta dikush prej këtë, po në fakt, pëse me prit vjeria aty me t'jem diçka, pëse si bën t'i vetë? Që puna? Pa ka mundësive ndryshme. Po, mundësi ndryshme, ki shumë qendra tregtare, ki puna, loj puna, s'pedi, ka shumë televizione, ka shkolla, do me thonë, jena shumë a shumë kena mundësi për punë. Po. Punani mëre, më spritne, punani. Se ndërsa jep edhe një presion goxhat madh familjes të burrit në këtë rast, në qoftë se i pret me t'i kriju ndërsa krejt sandet edhe t'i me gjithë gote. Që, për shambull, një kom 2 djemë, nesër mu martu dhe me thonë nusja krejt ju me mi bua jo, bashk. A i një martu bashk, a nda një shtratin bashk, burre gru, bashk dhe të mu rritë. Qoftë se partneri ka kushtet ma mirë, normal që a i kontribon ma shumë. Po ti nuk do është me mundu mja ullë, do me thonë, mundu me qitë depresion, me bo mu një keq që a i me hupe dhe që ata. Se më ka rasti që po një po marton për me damtu një një tjetërin. Që ka me ndoni për këtë mënyrën e kove të fundit tashmë, së mos nga Amerika ka ardhë, gjithë gjë 50-50, nga financa të krejt, tek një qeft për shambull. Jo, se najna më konë 50-50, ishim konë krejt mashkull, ose krejt femna. Mashkull jo mashkull, femna o femër, apo kuptan. Neve na kanë hije do stane tjera, mashkullit do stane tjera. Kështu që krejt 50-50 nuk mund është, për nështë ta shcilit i ka mundësit pak ma mirë minimu partnerit. Nëse kome në mundësi minimu, saj nështë ta që atë moment u dalë prej punë, ta shti miliona, e qysh 50-50, apo kuptan. Cilit i ka ma mirë minimu një një tjetëri, tani në aspektin me fëmi. Fëmi do të murit me nanë, ma tepër me nanën, edhe me babën, se edhe baba, fëmija dojnë edhe babën me pasë, po nana dy qysh gjithë e dina, unë në Anglikon pa nanë me 5 fëmi vetë, këtë të këshyra jo vetë, një raste, shumë raste tjera. Normalisht është pak borë, është pak fështirë me rritë. Po t'i qysh, nana i vynë sa është i vogël, tani me ba, apo kuptoj një ndo faza që me ndoj që femnat po menojnë që po bojnë mirë, po nuk pju ka hije kur po silën si mu konë të rrugve. Do të pak me pas konsiderat për partner, për familjen e burrit, se vetë kinon. Ta shti me qitë vetën, apo më kuptan. Kretë këtu shkanë më njësë prej vetës, shumë sane. Po, sepse me lëndu ndjenja dikojt, është diçka që mund është me një fjallë të vogël, ndërsa ditën me aprish një farë mënyra. E dikush i bon atu me qëllim, kështu që së është mirë heq, po sa ma shumë buzqeshne, dashurone, boni mirë, një jetë e kemi. Në rastet, ku ndoshta kemi presion nga familja e burrit, kam presion të shambull të knusja, mundën me pas. Qysh do të me reagu ajo? Ajo do të me mledh, mu ullë, me krejt, edhe me thonë, qa është problemi, a mundë me folë, së për shtatë është, që kjo problemi, në regull, na prape bujmë një zgjidhje, dalë me qira, bëj diçka, pa u përla, pa e gjëndu një tjetërin. Po dhe pa më si marë për asyri, do me thonë, sepse në qëfëse ti nuk fletë për ato, si qka ty po të pengën, atëherë anashkallohesh. Pra, në këtë mënyrë edhe merën për asyri shankisat e tua, fjallët e tua, edhe arritet një farë balonë. Do është me ditë musil, kur zdin musil, kush të nganë, apo kuptanë? Ta shti nëse din me mu qasë mu, edhe unë ashta se kom vrejt vetën, e kom lëshu na i fjallë që të kom lëndu, po t'i thujëm, pëse më lëndove qëto. Besom që i keme bo mu një keq atë person, qoftë edhe nusja vjerës, edhe vjera nusës, ose vjerë, ose qka do të qoftë këto, përgjësi shoku i shoqja, është mirë me komuniku. Pa komunikim, veç të poshtë të shkanë në gjitha aspekt. Komunikim e pas, mundojo edhe nëse personi tjetër s'komunikon, mundojo me gjithë një mënyrë sa ma të mirë që me komuniku, me gjithë një përfundim të mirë me ditë ku o probleme. Po këtu s'komunikojnë veç që të nohën, pëse më këshyre më rëllëshëm,
nashta njeri ka pas problem diçka tjetër ka, apo kupton. Po vetë njerë, ose në start nuk din që shmu qast. Këtë probleme kena shumë të dukshëm. Për ata dhe ndështë është bërë pak klishe kjo, a i raporti me këtyre familjeve. Kalzova, ma e mira nuse, ma e mira vjerë, kret, burri, kret. Po, me një ven është pak ma problem. Vesh nëse lëshon shumë pe njonive tjetrin, po do të me gjithë një goj që toj, një bashkëpunim. Jeni tu najtë me një ven, po respektoni njoni tjetrin. Mos bëni stane për inate. Ndështë adhe më smikëshyrë sanet shumë. Jo, dhe me mundu me, adin shushtoj një fjallë, problemin e madhë zvogloje, dëvoglin heki krejt. Apo kuptan? Që mos në vogë, ato të voglat, ato veç që ti jashtë. Madhin sa ma të vogël. Beson që krejt ka me kalu super. Po ka këtu njerë që kanë edhe probleme psikiatrike që kur qysh më nëshmi qitë në ven, po zot runa, ishala nuk s'provo njerë se ka loj vjere, ka loj nuse, ka loj... Apo kupton, po ti në starë do shme ditë ku për shkan. Edhe ti si vjera, kime jetu me qatë nuse, do shme ditë paka shumë ku shot e kështë. Doja të kalloja edhe tek pjesa, ju se arrini me qenë një none përkushtume dhe me qenë aktive, però... Mos më mbyllë, dështë ta mu izolu, vetëm afer fmive, aty këto, por edhe më pas një jetë sociale edhe. One kom pas dhe me thonë i koni pauzë, pa ja gjithë madhe, kom dasht pak mu qëtësu se karjera ka njerë të bënë stres, shumë stres, po kom pas qef me kryu familje, me ju përkushtu familjes, edhe kom thonë në ndërko kysh, na e kom diplomën, bachelor degree, më i kur du, aktrim, ose qka do kovë që ka të bëjmë artë, se... Jëm rritë, do me thonë, me kamera qysh moshën 14, 15, adin shumë herët, edhe qysh ja rrita, non-stop me fmi, non-stop me fmi, non-stop me fmi, është shumë gja e mirë, do të më konë anë e përkushtu me dhe një moshë që ata jëmë që din vetë, din 18, po edhe vetën ose me lion anash, apo kupton. Si do mos moshën ne, dherin 3 vjetë fmi si duhet shumë nana, shumë. Une me fëmi afer i maj flej, apo kupton, në qdo moment edhe baba i tyre sani i ofrojmë shumë fëmit, mundohëm, une sidomos maksimumin. Po sepse fëmiju e dënë, dasht një anone, sidomos është i loqë shumë. Tani kur të rritën pak, nështë ta dojnë ma ti për, soni kam djemë, nuk e di tash, me fe është pri 7 vjetë, baba ma ti për ju duhet, edhe pse nasi këshyrim ato gjana, une me janis më shty ashtu, jo bëne ti, jo e bëjone jo, kur s'këshyri, kur mune taj, kur muna one, ade nuk e kam atë problem heq. Po qysh ja dalë, pëse në moment, kom thonë, nuk jam one diçka, jam të një shumë e plëtsume që i kom 2 fëmi, po diçka e kom lonë vetën si anash, edhe kom fillu më marë me brendësin teme, me nëzirat arditën që jëmë konë gjithmonë, edhe kom fillu. A mundemi me harru vetën nga njëherë? Jo nga njëherë, por shumë herë ndodhë me harru vetën edhe mos me ditë as ku shqekon, as qa për ndodhë, as qa jetu, veç tu qa ka ndodhë me mu, këtë në ndryshova. Pse e ke leju vetën me të manipulu dikush. E do është mu vidisu. Kur vidisu është tu ka dalë të menoj pak, që këtë qa për ndodhë që shta, pa më bënu mu një mirë? Jo, okej. Fillo po diçka tjetër, mëse le karjerën tone, punën tone për me ndryshu për tjetërin, ajë që dënë që ashtu që shje, apo kupton, ajë në start mërë mësë me të marë, si pëlqen me një sen, i thunë start, së më pëlqen që kjo, thëtë se ndrojnë regull, jo më mënu me ndryshu njerin, mere dikon që dënë që ashtu që shje. Po, sëpse aje mundet me shkaktu problematika ma vonë. Shumë të mdaja. Ndryshoje, mundohë ndështë një farë njërë me manipulu për situatës, edhe njëni prej partnerve në qëft, me mbizotru ndështë. Po, apet sa apet ajo lidhje ka mu prish. Ka me, veç nëse heqë, sidomos nëse s'kini dashni heqë, asë prishët ajo, del dikur, apo kuptan.
Po, une do me thonë që shto, vullnetin e kam, vullnetin, edhe mundona mi arrit krejt fëmijët, mi mësu, mi shu në aktivitete, me dalë televizione, ka njerë thëmë, shqyqër që po vim pushimet, në shtuk në fak, po, i kam edhe përfitimet e mija. Me pushu, dësa dit, pas një gollën. Po, për e kam një vullnet që nështë ta se kom pas, as kur im kone edhe mari, një vullnet shumë të mirë, një energji tepër të mirë, edhe që kjo më ka majtë edhe manë. E përmendëm dashnin, kjo, a më ndonë që humbret viteve, apo vetëm shtohet tek një martesë shëndetshme? Jo, kur e dënë, dikon e dënë, nuk ka rëndësi vjetë. Varës sa e dënë, se nështë ta ka dikush që e dënë normal, dikon një shumë, po ka dhe dashnia që s'ki shansa teorike ti me dalë me kërejt, në takime apet qatë person e ki në mendje, të në kohën. Po. Kështu që nuk me ndoj që hekët dashnia e vërtet. Nashtë ta bosh bajat për na i sen, na i aspekt, se cilit i vynë. Pse thojnë bon bajat se hapsirë si jepin një një tjetëri? Do të pak hapsirë. Mës me stresu, kush kove, qa bone, tek bone. Aj që dënë me bo, diçka ka me bo, tisën e nalë. Po. Pa di hava. Kështu që unë s'mendoj që dashuria zbehet. Nëse e donë me të vërtet, nëse se donë me të vërtet se këtë ishtë kur, që shto dhe më thoi njerës që veç i kam provu këto. E përmende këto pytjet ku je që avune, me pas një farloj kontrole tek njëre partner tek tjetre. Varsër, zakonisht e kemi po që burrat kanë qenë pak ma shumë kontrolus, po e shojnë që dhe femrat po kanë gjelozi ma shumë tashme dhe po mundohen me mbojt dështë gjdo minutë të tashme rritës sociale të shkru. Ju e largani buren, ashtë të vish largohet. Sa i del, apet ty dënë, e mërë mali për ty, kur ti si je presion. Non stop mje burit presion kry, po dhe burit krus njejt, po zakonisht na femna ty jepin presion burrave në kry, tak. Apo kuptan, edhe kur çfarë kontakti? Me kontaktu, me bisedu, me tregu që po një është kesh për qitësa, nësë ajo është një burë që si intereson të heqë, që s'do në e folë, okej, në regull, largojo, po më me ditë në qasë burit, jo veç me ankesa, me kërkesa, po kuptan. Kështu që nuk është e mira e gjelëzi. Një gjelëzi e mire, e letë, krejtë kanë qef ka pak mi gjelëzu partneri e sene, po jo dëri në atë masë që është katërën Po, një masë është normale, po diçka që me të vërtet bote në farmira obsesion. Obsesion, ajo është smundja, atër do të me shku të specialisti, i psikiatrisë dhe me t'jep medication. Sa ajo shkon tani të lohët, nuk sheti kur gjatë tjetër ma, veç ato. Kështu që besoni ma shumë, edhe kur së nevoja me besu, ka njëherë është mirë me besu. A dim pse, se ti një është ma mirë. Se une që pa ta thuni ras një shoqës, thamë do këtë ardit që beson. I beson kështu përgjithsi njerëz. Dhe tash, une nuk besoj, po une du me besu. Se une di në ashta që ka prapateje. Po une du me besu që ashtu. Se une një nga ma mirë, edhe njëherë, dyherë, kur e shoqë që zbanë, une vetë. Dhe ndoshta i beson vetës me përbalua gjose që po veç, kur menon ti pozitiv mirë, keme pas mirë, edhe do të me besu. Jo gjithmonë zbesoj, se ti ki muni vetë keq. Kur s'beson, kur gjaheq, ti ki muni katastrofë. Kështu, okej, apo thuti që ashtu, po të besojën e ty, pavarësisht, a është të vërtet asë është. Tani edhe personin e len me menu, nashta i vjen edhe keq me të lëndu, ose me bo diçka kur e shet që ti po mundosh me besu pavarësisht që i ki do pikë shuditë se ma tepër për foljen aspektin martesor ose lidhje që është dikush, do të me mundu me besu edhe je majqit, edhe me kuptu njëni tjetrin, sa ma tepër, nëse diçka si e vetja, si e mirë, jo me këshyrë mbrëllshëm, po mu ullë me diskutu, si me partnerin, si me vjerit, si me nanën, me krejt. Mos i ngoni shumë të tjerët, shka thojnë, më përzi në lidhjen e juvë, se ka një... Po, ala atret, si do mos në një lidhje, vetëm së është të tepër në fakt, nga një arë. Ju jeni desh, jeni marë me një tjetërin për shambull, tjertë nuk mërën ju kalëzu juve
a është për ty qaj nuse, a është për ty qaj nuse, ose a është për ty qaj burë. Se ti e din ma mirë, se ju dy keni vendosë, jo fëmijës jene. Po. Ata tash që s'përshtatën që se kanë mentalitetin e njëjtë si ati burrit ose asaj grus. Ata nuk mundën ju kallëzu që me bua atyre, po një shtime mjafton mi prish qiftin. I kësha bos apel edhe vjerrive edhe krejtve, lene, a ju pëlqen një një tjetëri, a duhon, a janë të lumtur me një tjetërin, lene. Kaq, mos u përzini mi shkatru familje. Doja të fokusohme tek pjesa, ndështë sërmës tek qiftet, ju se aktore, a keni pas që ndështë si profesion mundet të më parajgjikua tek pjesa familjes, dhe më thonë, ku martohesh, si diçka, ose ndështë raset kër edhe partnert, burrat nuk i lojnë gratë e tyne, me punu në fushat saktume, ku mund me pas kontakte me gjinit kondërt, apo këtë diçka e tillë. Unë e thash ma herë, kur dën dikush me bo diçka, ka me ta bo edhe në shpitu najtë. Apo kupton, mos ta qoftë zotin një njerit pa ftyrë edhe të pandershëm, ose të pandershme. Po punon ta është bën diçka, jo, se kur s'jeti vetë që si personi, o e vendost, u kry. A e veç e lodh vetën, trunin tënë. Sa i përket punve, kështu televizionit e stene që jem aktive ase, unë e kam shumë komente gjithëshfare, kam edhe audiencë shumë të mirë, i falenderoj shumë, po ka dhe njerës cilët nuk ju përshtatit diçka që a thomon, apo kuptan. Dikush e bën me qëllim, dikush i vjeni nati që si jepët mundësia asaj me dalë që shtësione, në televizion, dikush s'din me full kur del, ose është i kompleksum para kamerës. Kam kështu shumë fjallë që më qojnë mu, loj fjallë, po mu absolut nuk manin. Se unë e di kush jam, e di qka du. Edhe krejtvi ju kësha thonë, rini vetë vetja, punoni, sa ma pak nga një fjallët e tjerve, se një jetë e ki, nesër kur vdeski me dek vetë, u kry, ty apo të bjen mirë, ti bëne. Po. Pa i lëndu familjarët e të tjertë. Normalisht, kjo është aje kryesore a një balans që mundohemi me gjetë një farë njëre, sepse edhe tash ato konfliktet ka njëherë janë të pashmangshme. Po normal, se tash edhe gjithë me pas mire, së është interesant. Si ndash njiste, gjithë stanë veç mire, të vim pak me... Po, diçka me bo, me ndru pak. Po, edhe kur e shet që e bo bajat me një stanë, një këshile këshep kështu, edhe për femnat edhe për meshkujt. Ta shumë për fulli ma shumë për qifte. Thuni ka njerë burit, hajde ekipi meje një surpriz, ose buri grus një surpriz për i meje, shumë i bën njerë. Po. Si partnerit, si... E ndryshon atë rutinën, ose e keni pas një probleme zveti, keni pas një dhnem, munonu njoni për juve diçka me menu edhe për tjetrin, jo veç për vete, me menu për tjetrin, ose me bo një rrugë bashkë dikon, ose me dal një darë bashkë, që mu qëtësu që thojnë ujrata që është taj fjallë, zjarët. Po, se ato jenë pashmangshme, dhe ndrimi rutinës e ndryshon të ashtë se... Stanet e vogla hekni krejt, problemet e vogla shdukni. Të mdojat, pa ka ne, se veç ju shojnë deri probleme eskaluse. Doja të rikthesha edhe njëherë të arti, sepse arti në Kosovë, me krasu tashme që nga fillimet e tua, me tash, a mendon që tashme po vlerësohet arti, aktrimi, arti përgjithësi? Nuk për vlerësojnë shumë aktrimin, të pas parasysh që teatri kombëtar, që sa është të regullu, unë e kësha bo që mas, teatri mu regullu shumë ma shpejt, jo kështu që disa vjetë u metë që ashtu. Neve na duhet sa ma shumë me kulturë edukat, që na mungon shumë si popull, na vynë hala ma shumë, edukat merë prej filmav, shfaqjev, librit, lexim, teatro, na këto se kena heqë. Kështu që do të sa ma shumë me pas, me bo që mështë për arti me qenë ma i... Ma i përfshim një tonë. Po, ma i përfshim me përkrama tepër. Edhe, sidomos, tash na ka ndihmu edhe që po dolim ka pak, po shojim loj vendet ndryshme, loj njerëzësh, po shojim kulturat ndryshme që
Dështë ta si kemi po kur befasohemi me kultura. Qashtu. Që për shumë, e vërtet, edhe nështë që ajo edhe i ve disa njerëzit, edhe për teatr dreshta dhe Nisan, unë në Londër ku banaje, ku do, ti non stop ki teatro, kinema. Gjdo lagje ka kinema në dhe teatrin. Po, për ata edhe në shumë filma për shambull, që i shumë ndërkombëtar, krejt ato date nights, do më thonë takimet janë, ose më shku me pa një film, ose diçka. Janë, do më thonë, është në kulturë që është ajo. Edhe nëse kina qatë kulturë fort me këshyrë filma e shfaqe, sidomos shfaqe hitë se heq, ma para me dalë diskotekës, ose me full për najkan, filoni fisteki, se mu që me shku me mësu diçka, ose me ledzu një liber. Tash me libre, dështë është bu pak demode kove të fundet. A, një mund është me ledzu dhe në telefoni? Sepse është të arguar, dhe me thonë ajo pak nga libre. Se teknologjia, i ka atë mirat, kemi edhe libra, dhe me thonë elektronik, që në qofë se nuk të në me shletu libre, në ki aty me një scroll dhe e zgjith problemin. Edhe qështu, të me thonë, jeni sa ma të lumëtur me vetën, kur menoni mirë edhe këni me pas mirë, veshunin, drequnin, edhe kusht ju thët diqka, veç thunin, regulljena, vazhdo në jetën e juj. Ashtu që shu nini, mës të bëni për dikon tjetër e mës më konë t'i vetvetja, sa ajo është vdekje për ty, kur ti si e vetvetja, kur ti bën diqka për dikon tjetër, pa dëshirën tonë, ti si e vetvetja, dhe veç vjen t'u shu, t'u ra. Kështu që bënu njerë sa ma të mirë, mos ofendoni, mos menoni keq, po sa ma tepër jep një energji pozitive. Ardita, faleminderit shumë që ishe sot në studio, dhe me të vërtet në kënaqe këto me kitë të këshilla edhe paka shumë i prekum ato pikat kryesore të rrugtimit të ndjetësor. Po, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia ime. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga e hëna në të praptën nga ora 17 çdo pas dite, e deri në takimin e radhës, mirupafshim.